Pra du të kemi një qasje të qartë. Edhe kjo është ajo e cila mungon sot edhe në përse përket Bashkimit Evropian. Po të keni parasysh, që të shikoni deklaratat, thuhet Rusia duhet të jetë pjesë e Europës, pastaj nga ana tjetër është Rusia është agresori. Po të kemi parasysh autokratët e mdhenj që sot janë pjesë e NATO-s ose aspirojnë për NB, për shembull presidenti Erdogan ka një qasje të mirë përse përket presidentit Putin. Kemi nuk po flas për Serbinë, sepse Serbia teknikisht nuk mund të heqë dorë kur nga Rusia, por praktikisht kemi të bëjmë me një fije të politikës ruse e cila është në Turqi, është në Serbi, është në Hungari. Pra, ne do të ndajmë mendjen, këta këtu janë armiq apo do ulemi në negociata dhe të quajmë pjesë integrale për një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë. Duhet kuptuar kjo gjë. Prandaj nuk mund të lutemi me dy standarde. Ose do bashkëpunojmë ose do luftojmë. Nuk mund të hecet më jo po këtej, jo po andej. Po të shikoni, Gjermania është shumë e qartë përse përket këtij lloji perceptimi. Gjermanët e kanë perceptuar, ne jemi të gatshëm për të hyrë në konflikt me Rusinë. Presidenti Putin përpara 3 ditësh tha, është çmenduri që ju mund të mendoni se unë mund të dua një luftë me Europën. Se pak a shumë, kjo është diçka e kuptueshme. Kemi të bëjmë me vende të cilat janë të forta. Nuk mund të ketë një fitues midis Rusisë dhe Amerikës apo Rusisë me Bashkimin Evropian. Kemi të bëjmë me teknologji të lartë, me armatime të rënda dhe me një dëm ekonomik katastrofal i cili do ndodhi. Kemi vetëm luftën në Ukrainë. Për 3 vite ka shkaktuar kaq shumë dëme ekonomike. Imagjinoni çfarë mund të bënte një luftë me Bashkimin Evropian në këtë lloj rasti, ose hapja e një fronti të ri në veri. Kështu që praktikisht kjo është diçka e cila edhe e kuptuar nga gjeopolitika, po kalohet drejt paqes. Thjesht ideja është, duke kaluar pak tek ajo që thamë më përpara, është se kush do fitojë më shumë nga kjo paqe. Sigurisht, por re nga ana tjetër, nëse kjo qasje do të dështonte pasojat e dim që nuk do të ishin thjesht diplomatike. Pra, cili do të ishte çmimi konkret i një llogaritje të gabuar ndoshta për Ukrainën, për sigurinë europiane, por edhe për vetë Macronin politikisht? Macroni po mund, siç e përcaktuam më përpara, Macroni do të jetë pjesë e lojës. Do të vendosë, do të hyjë në histori. Se ideja është edhe kush do hyjë në histori në përfundim të konfliktit. Kush do të heroj, kush do të armiku, kush do vendosi paqen. Macroni, Franca në këtë lloj rasti, absolutisht dëshiron të futet për 2 arsye. E para për të vendosur një lloj tipologjie përse përket skakjerës botërore të gjeopolitikës që jam edhe unë këtu. Edhe rasti i dytë, presidenti Macron gjithmonë ka qenë një nga mbështetësit kryesor përsa i përket Slava Ukraini, Ukrainës së lirë dhe në këtë rast edhe ndaj presidentit Zelenski. Dhe nuk mund ta lejoj që të shkojë i gjithë ky investim dëm. Prandaj është një vendosje e qartë politikisht edhe ushtarakisht e Francës përsa i përket ruajtjes së territorit integral të Ukrainës. Dështimi i vetëm në këtë rast ka qenë për faktin sepse Rusia ka arritur të mbajë gjeopolitikisht tensionin dhe presionin në mënyrë perfekte. Edhe duke qenë se ofensiva ushtarake ruse është përqendruar gjithmonë në lindje të Ukrainës, duke nxjerrë në një farë mënyre politikisht blof Macronin, i cili premtoi, nëse e mbani mend, premtoi gati 1 vit më përpara që Republika Franceze është e gatshme të hyjë në konflikt armatosur me Federatën Ruse në qoftë se shkelet integriteti territorial i Ukrainës nga veriu i saj. Prandaj pak a shumë, nëse do vazhdojmë pikërisht në këtë lloj mënyre mendimi, do të kemi parasysh faktin që thjesht jemi në momentin e paqes, jemi gati për të arritur paqen, jemi shumë afër arritjes së paqes dhe po mundohet gjithsecili të marrë një pjesë të lavdisë nga vendosja e paqes së re në Ukrainë. Qartë. Mirë, Rei, dhe për të mbyllur pyetja e fundit, sepse jemi në limitin e kohës, në të gjitha analizat politike është përdorur shpesh edhe metafora e ruletës ruse, për vendime ndoshta me rrezik ekstrem. Apo luan ndoshta edhe presidenti francez Emmanuel Macron një lojë me probabilitet të lartë humbje, por për unitetin evropian dhe nga ana tjetër a mos ndoshta po rrezikon sepse alternativa është edhe më rrezikshme se kaq. Ok,
Ke shumë e drejtë, nëse do të flasim për Francën si integritet politik, do të kuptojmë që figura e Macronit në Francë nuk është për figura e një Macronit të dashur nga populli, apo e një presidenti i cili po e çon vendin në periudhën e tij më të lavdishme. Kemi 3 kryeministra që japin dorëheqjen në Francë përpara asamblesë. Pse? Sepse nuk e duan më Macron. Ka protesta në Francë përse përket Macronit. Ka protesta përse përket qasjes së tij. Franca tashmë po kërkon një lloj ndryshimi në politikën e saj. Ajo çfarë ngjelet Macronit për të luajtur është vetëm të luajë rolin e eurocentristit. Pra të luajë ato të bashkimit evropian, sepse marrëdhëniet në brenda Francës Macronin nuk e duan. Kemi çaste kur nuk e do vetë politika, më pas të kaloj të çështja popullore, se sa e duan apo jo. Macronit i kërkohet dorëheqja, Macroni nuk e jep dorëheqje. Pra mënyra e vetë se si mund të luajë presidenti Macron në këto raste, pa pasur gjë personale me individin, thjesht duke bërë një lloj analize. Është qartë. Të çfarë po ndodh. Je një person i padëshirueshëm. Do të politika franceze nuk të do. Okej, e ke mandatin legjitim, po ke shumë pak kënaqësi. Macroni refuzon të japi pushtetin, refuzon të bezjet të parakoshme, refuzon të kalojë dhe në një test legitimiteti. Se jemi dakord, në momenti kur nuk e do politika, vendoset vetë në provë, a do populli apo jo. Gjaksat po tregojnë që populli është i lodhur me Macronin, pa kërkohet një lloj udhëheqje tjetër, e cila ndoshta mund të jetë më pak europiane nga ajo çfarë ka premtuar Macroni. Kjo është vetë që i ka ngelur atij në dorë për të luajtur në këtë momente. Të luajë rolin si një lider europian i angazhuar, i ndërgjegjshëm mbi të gjitha edhe i fortë në këtë rast, përse përket Unionit. Kjo është vetë karta mbetur dhe duke qenë se është vetë karta mbetur, këtë do luajë të paktën edhe për 2 vjet të tjera derisa të mbarojë mandati presidencial. E qartë, mirë, Rej, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, dëgjohemi sërish. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të dytë, më pas do të rikthehemi në pjesën e tretë për të folur mbi zhvillimet politike sërish në vendin tonë.